Kush? Egli përfundon me Gjesin, çfarë do t'i thuash dhe në qoftë se nuk përfundon me Gjesin, çfarë do t'i me Gjesin, çfarë do t'i thuash? Bledi, unë nuk flas si femra, si vajza vajzës. Unë si femra nuk I kisha thonë me përfundu me to, po tani ato janë ndjenjat aty në dëve. Jo, në qoftë se përfundojnë bashkë dhe në qoftë se unë mendoj që në qoftë se ajo përfundon me to, tash mas që është rikthim brenda është dështim prapë për të. Se I bjen që ti je kontradikt me fjalët e tua. Nuk mundet ajo me thonë unë nuk e kam këshyr bigun, edhe kur është fut aty skalon sa asnjë banorit pa ja përdor këtë sanet e jashtë. Tani ajo jashtë aty 9 ditë ai ka bler followersat, a shëru për veti, apo I ka këshyr situata që gjithë dhe banorit kanë pas me followers. Po nuk përfundojnë bashkë ato Bledi, s'ka shans. Nuk ka shans, unë e di, ja I dal unë para. Edhe këtë, ja po them unë, ja dal unë. Edhe një gjone me që ti kur I futesh si banor, se I shikoj sjellën me njëri tjetër, nuk kanë asnjë lidhje. Po vetëm një sekondë se duam të ndjekim të rrymën tonë të. Të lutem Gjiban. Unë mendoj që ti kur I futesh si banor, ti ke karta të dorë, pavarësisht që ti ju bëhet pa drejtësi pak banorëve të tjerë se ti je jashtë edhe futesh pranë brenda. Ti ke pas 9 ditë. Ti ke çdo kartë në dorë. Nuk mund është ti mu futë në qatë mënyrë dhe tash me dash një person që ti ke pas shumë probleme me atë qike dhe ke pas shumë mosmarrveshje me të dhe mas 9 ditë ti u dashurove prapë në të. Unë mendoj që është dështim komplet I sajna, I shkon ma mira ajo me shiju karrierën se I shkëngëtare edhe me bunaj muzik, I kish përfitu për I klikimeve të muzikës saj edhe I kish vazhdu jetë. Qartë, Gjiban? Po besoj se koherencën nuk e ka, pavarësisht se jam dakord që është rikthy. Më pëlqen shumë se unë kam ndjesinë. Po ka ndryshuar qëndrim. Nuk e ka koherencën absolutisht edhe jam shumë krenar për veten time që kur u riktheva isha bani që isha e mbajta ato vijën editoriale. S'ka ndryshuar koherencën, ajo edhe ka thënë që do hy me një synim për të dalë Egli që hyra ditën e parë. Pra asnjëherë nuk futesh me njeriu që Nuk edhe unë du mu lidh te kjo që tha Gjibane, ti nuk futesh asnjëherë, nuk rikthesh te personi që ti e fut natën e parë. Asnjëherë. Personi që momentin që ke dalë. Ajo e ka thonë ato për me pastru pak imazhin e vet. Nuk jam kur pro që Gjesti ka lujt me të, po ajo duft vet këtë mos me leju, se ja ka thonë troç, nuk mundesh mu justifiku ti me thonë unë e ku menu që ai po thot për lojë. Se lën ti një mashkull me lujt me ty për lojë. O Xhenet, ai ka thonë, po për çfarë merr tjetrën krevat kur s'do me net me të. Po ajo është me Flori ka shku ai olla. Ti pse ne janë? Po pikërisht pra se I njeri që ka ndjenja është. Po më fal kur njeri të thotë që nuk ka ndjenja, ti pse po shkon në krevat? Ma thuj, cili mosh? Që unë për shembull. A ti? T'lutemi lem se mi të fulet për atë që them serioze dhe po edhe unë refuzoj të mosoj çfarë e refuzon. Jo, ajo është komplet gënjeshtër e sajna, sa ajo është fut aty. Janë disa prajme ku ka dalë që Gjesi ka thënë që unë nuk kam ndjenja për ty. Janë disa prajme. Më fal ti pse shkon te krevat? Bravo. Se I futesh aty në krevat. Kur ti je një 5 vjet me jetën. Je brenda një loje që të person po përdor. Delmoj një njeri që me njeriu që futesh aty. Thjesht sa për atë që ka thënë Egli që duhet dalë Egli. Normal se ajo e ka pranuar hapta që unë kam ndjenja. Po jo bre se nuk dashurohet të bëj. Unë nuk kam besu as në dashurinë e sajna, se nuk dashurohet njëri për një mujtet ashtu, jo. Me hupti vetën edhe respekti për vetin. Besoj që ajo është të dashuruar me Gjestin. Kur? Unë nuk e di se cilin Edi, më fal. Është dyshim, pa. E fiksuar po e dashuruar jo. Atëre kjo tregu më mendjelet se Gjesti. Jo, nga jera obsesioni. Është me ikese dashuria. Obsesioni perceptohet si dashuri. Dhe po them dhe I herë, refuzimi është afrodiziaku më I madh ndaj një njeriu. Edhe ajo është e saktë. Po tani le të na shpjegoj pak dikush kush është dashuria, se është bërë shumë e madhe kjo që obsesioni nuk është dashuri, dashuria nuk është obsesion. Duhet të shpjegoj dashuria, se dashuria është dashuria. Jo, duhet të shpjegoj. Familja ime është individuale. Dashuria e prindit për fëmijën. Individuale Gjiban. Aty fokusohen gjithë. Në dashurinë. Xheneta dëgjoj pak Ndeluenën, shife. Po vetëm t'ja kthej. Jo, një sekondë. Do dëgjojmë si është dashuria të përputhen, ju lutem. Si është dashuria Ndeluena?
Dashuri nuk ka marrë Dorkasile për ta eksperimentuar, për ta zbuluar. As ti se di domethënë ç'është dashuria. Ata them unë një mendim të lutem. Vetëm mos na thuaj Gjesi, Jo, obsesion, është edhe të interesohesh për atë që ke përballë, është edhe xhelozi, është edhe gjitha. Është i freskët këtë se ka dashuri, është i freskët. Rastin e Eglit ka qenë një sfidë. Ka që pa prekur nga ato. Po ti mbetet duke u dashuruar aty vetë për gjithë Xhenetës që thot nuk dashurohesh dot. Çengela duke u dashuruar. Pa shumë. Du do ditë, një me Valbono, një me Danjën, tani dhe jashtë. Ore, me Valbono s'ka qenë dashuri. Nuk pajtona me pëlqim. Nevina, nuk pajtona me të që i thu dashuru, se ti në qofë se shprej pëlqim nuk do me thonë që ti pi shprej dashuri. Po thjesht pëlqim. Atë po ndajmë pra dashurin, pëlqimin, këtë po e Unë tani, unë nuk e kuptoj një gjo. Unë Faleminderit Xhenet se nuk ka qenë dashuri. Ose unë jam gabim, nuk e kuptoj ku njerëzit thonë jam dashuru. Po veç pak se do të shumë ku e gatë mu dashuruti me një njeri edhe me kalu shumë. Jo, mo e ke gabim. Ka thënë këtë Xhenet, Xheneta aty ta ka thënë Gjesi që unë jam dashuruar me ty edhe pse sa herë dashuruar një të do të thotë si të thotë një personi. Kurse beson dikush. Do thotë po e tha Gjesi. Po jo me shpirt në rregull si the dikush ti do të më besu asajna, po jo i zamër ti mundesh me thonë ndryshe e me vepru ndryshe. O shpirti ke qenë lidhur me Gjesi. Sa të zjarojnë e ju. Nuk do thotë që ka besu që është dashuru. Me dikë që nuk e beson. Buzëqeshjen e ke të bukur dhe unë e di që ju ndjekin aty brenda shtëpisë Big Brother Dental Med Austria për t'ju shërbyer për të marrë buzëqeshjen e famshme hollywoodiane, aty ku shkojnë shumë personazhe të njohur, por jo vetëm. Kushdo që i beson në buzëqeshjen e tyre Dental Med Austria, më në fund rikthehet i gjithë zimi në çdo event dhe kështu ka qenë edhe një nga motot e spotit më të ri që ata kanë realizuar. Çdo ngjarje e rëndësishme në jetën tuaj duhet të shoqërohet me buzëqeshje dhe unë buzëqesh me Dental Med Austria. Faleminderit për suportin edhe në e diell. Ari. Për Eglin ata themi mendim se u shkëput. Për Eglin e thuaj një mendim dhe na thuaj pak se si të duket dhe qëndrimi i saj ndryshe. Mendon që Egli duke vazhduar e pavarur në këtë lojë jashtë raportit me Gjesi do të mund të jetë një finaliste apo jo? Për mënyrën se si doli nga shtëpia, ishte i çike trisht edhe vërtet që të linte i shija jo të mirë. Kështu që për mua ta shoh që rihyn aty me vetveten totalisht nën kontroll, me i zë autoritar, me i zë të bindshëm, pra jo një njeri i dobët dhe i shkatrum, le të themi, nga situatat. Më pëlqen shumë që e shoh aq autoritare aty në shtëpi. Më pëlqen edhe që e shmang atë, le të themi, afrimin e gestit, edhe që nuk e sqaron, e ka sqaruar mjaftueshëm, ç'a më e sqaruar më. Po mirë, fakti që kur i afrohet Gjesit, Egli duket sikur nuk largohet menjëherë. Edhe sikur e vazhdon pak. Tani kjo mos ndarja kështu me thik, ka të bëjë që ka frikë të marrë një vendim përfundimtar apo ka akoma ndjenja të pa ezauruara? Ndjenjat i ka akoma. Por shto këtu dhe faktin që edhe kjo për loj është goxha interesante. Edhe këtë s'mund ta shmangim. Mund t'je edhe loj. Fakti që këto të gjithë ne merremi e duan se duan njëri tjetrin. Ari kush mendon që është arsye madhore e rifutjes së asaj vajze?